Zotë profesor, si e shmoni daljen masive të popullit të Kosovës në zgjedhjet e sotme përkundër rrethana shumë të vështira që ekzistojnë në Kosovë, sidomos në Drenitë? Marrja masive në votimet e sotme tregojnë se populli shqiptar i Kosovës është i vetëdijshëm se çfarë rëndësie kanë këto votime. Me këto votime populli ynë në Kosovë konfirmon vendimin e tij politik për jetësimin e shtetit pavarur për Kosovën në Republikë. Ai në këtë mënyrë tregon se është në rrugën e paqes për të ngritur pavarësinë dhe të drejtën e vetëvendosjes. Megjithëse janë bërë disa ftesa që për disa individëve që këto zgjedhje të shtyhen mos mahen sot dhe ftojnë antarësinë e tyre disa parti, disa lider të partive që mos dalin votime, prapë se prapë më duket se kjo nuk ka qenë e nevojshme dhe prapë se prapë populli e din se ku është rruga e drejtë e cila të vjen drejt pavarësisë të tij dhe sot janë mbush gjitha vendvotimet me votues që është në orët e para të mëngjesit. Mendoj se kjo është një shprehje vetëdijes kombëtare e vullnetit të fortë për të mirë këtë rrugë dhe për të mërë qëllimin që Kosova të jetë një shtet i lirë, i pavarur dhe demokratik. Jeni të bindur se pas këtyre zgjedhjeve, më në fund do të konstituohet Parlamenti i Republikës Kosovës, do të zgjedhen organet shtetërore. Këto zgjedhje bëhen për Parlamentin e ri. Dhe Parlamenti i ri nuk duhet të njeh rrugën e Parlamentit vjetër, i cili nuk është mbledhur, s'ka pas mundësi të mbledhet, por duhet bëjë çmos që të konstituohet dhe të marrë mbledhjet e rregullta, megjithëse tash kushtet i kemi se dihet të okupimit të Kosovës, por megjithatë, meqense i bëjmë votimet, atëherë marrim për një jetë politike të organizuar, cilën duhet ta udhëheqë dhe ta drejtojë Parlamenti i ri i Kosovës.